në një projekt ndërkombëtar. Nuk e di me çfarë kontrolloni, mbase me këto dosje që kanë përdorur. Por ai është viktim në atë gjyq, në atë Hag, dhe unë kam dalë protestoj për lirimin e tij, sepse nuk e kanë arrestuar sepse është ky që është. E kanë arrestuar për të njëllosur UÇK. Nga ana tjetër, në çdo lloj kuptimi të fjalës, ai shërbeu Sorosit nëpërmjet Edi Ramës dhe e lidhi dhe me Vučićin, por në fund fare kjo është e sigurt, ata e arrestuan sepse do shkonte ke Trumpi të firmonte një marrëveshje me 10 pika, e cila ishte në favor të Kosovës, por që Kosovë nuk e din çfarë shkruaj marrëveshje, thjesht thonë që do të coptojë Kosova. Është marrëveshja e vetme më e mirë që ka pasur Kosova dhe që nuk do të shohim më me sy. Bravo, të gjitha për to. Po dojmë tek tema aktuale se i kemi edhe dy mysafir mbrapa, dhe ashtu s'po rrin rahat. Netanyahu është gjolla, ka dek. Ka të gjitha mundësit të jetë gjallë, po gjitha mundësit të jetë vdek. Ajo që është se sigurt është që kur e vran Charlie Kirk, se për mua këta e vran dhe Charlie Kirk në Amerikë, ky për 5 minuta shkruajti mesazh që se kemi vrarë ne. Ndërkohë tani sa ditë ka, sa javë do bëhen, që ky nuk del publikisht, që ta kemi prova me fakte, me figurë, që ky është gjallë. Dul me atë ambasadorin amerikan, tha nuk je ti që kena vrarë. Unë të bëja 100 video se ajo. Me inteligjencë artificiale sa duash ti. Ta nxjerr dhe me kamenin bashkë. Po shkon buni çudi më e madhe, i shkon domethënë kish pos patika këtu, bash me sako me kat kështu tesha. I kish pos jo kpuca sigurisht, po kish pos zare çashtu. Ajo ChatGPT-ja veç patika di. Ka dhe një batutë që ka përcaktuar që është një provë absolute kushdo që ta shohë dhe njëra atë video. Shifeni edhe njëra video. Do kuptoni që ai nuk mund të jetë kurrë Netanyahu, sepse aty është një tavolinë ku ai ka hedhur bakshish. A hedh bakshish judeu? Si dhe? Mi pa aja urat e kofja 15 që shkruan 15 mars e kështu? Dëgjom, inteligjencia artificiale ka jetë mirë. Po të ke sy të vëmendësh gjen gjithmonë që nuk është e vërtetë. Domethënë s'është e vërtetë që është. Nuk e besoj atë video. Ai mund të jetë gjallë, po ajo video është e fake, është e sigurt. Të gjitha videot që kemi parë janë fake. Po ajo domethënë që po fol, që po thotë Mesia i vërtet ka me ardh, vjen jo këtë tajt e tjetër në tajt. Në vitin 94, koka themeluese e të gjithë sionizmit, ose më saktë që unë e quaj nazi-sionizmi, në kuptimin më literal të fjalës. Nazi-sionizmi. Nazi-sionizmi. Unë kam bërë një studim një herë mbi studim krahasues midis nazizmit në Poloni dhe nazizmit në Palestinë. Dhe sionizmit në Palestinë. Më doli që është në njëjta gjë. Po njerëzit nuk e dinë historinë e Polonisë, nuk e dinë historinë e nazizmit në Poloni, ku Polonia ka pasur fatin e Palestinës, vetëm se fati e deshit ishte vetëm 4 vjet si histori. Dhe mund ta them me plot gojën që fjala nazisionizëm është fjala më perfekte që mund të them për atë regjim. Nuk gjej fjalë më të përshtatshme. A ftoj më është edhe një mysafir mbrapa, vjen nga Shqipëria dhe ai, është mysafir shumë i mirë, është special sonte edhe ai. Edhe pse që u bë ty që na takoni ne këtu nga Tirana. Faleminderit shumë është. Edhe pse ka qenë agjerueshëm, domethënë ka ardhur, na ka nderuar sonte me pjesëmarrje teologu i njohur Elir Surri ftoj me dorë të kitë të më. Kosh, faleminderit shumë që erdhe. Respekt e faleminderit shumë. Kënaqësi të takoj dashur. Respekt. Tashmë henëm temë, i nderuam Elir edhe prandaj ja era edhe më të ftuese. Deri tash s'kem temën tonë. Tash jemi edhe në temën tonë, po besoj. I nderuar të jem me ju, por na keni ftuar në një moment që shqiptarët janë në një proces shpirtëror akoma, janë duke ushqyer shpirtin më shumë se sa trupin, duke i dhënë shpirtit atë që ka më shumë nevojë, ushqimin e fenë dhe kapjen për litarin e shpëtimit që është feja e Zotit. Feja e Zotit, feja islame. Feja e Zotit, feja islam. Sipas një hoxhe. Jo, sipas Kur'anit. Mendoj që të gjitha fetë monoteiste janë fetë e Zotit. Të gjitha fetë monoteiste, në fakt, nëse futemi në një debat teologjik të mirëfillt, shohim që feja monoteiste është një e vetme. Pastaj janë njerëzit ata që e kanë emërtuar sipas drejtimit që kanë marrë. Zoti një fe ka shpallur. Në fillim dhe në fund, një fe ka thënë dorëzohuni. Pastaj nëse e përktheni në një gjuhë aramaike të vjetër ose në një gjuhë hebraike të sotme ose në arabisht, ajo del dorëzim Zotit, del Islam në arabisht. Por ama ajo është një fe. Po çka po ndodhet domethënë në fakt me butën? Çka thot Islami për luftrat e fundit? Eskatologjia islame hoxh se ti shpjegon më mirë. Për sa i përket
gjendje situatës aktuale, është shumë e vështirë të thuhet nëse është fundi apo parafundi dhe të futemi në disa teori të cilat nuk janë as të prekshme, por janë edhe jashtë realitetit. Ne shohim që këtu kemi një luftë që ka të bëjë me supremacin, ka të bëjë me dominimin e tregjeve, dominimin e territoreve dhe dominimin politik. Kemi të bëjmë me një luftë e cila është alogjike në